Gruamira u rezervoi një pritje madhështore kandidatëve të Partisë Socialiste në Malësit Madhe duke i ofruar mbështetje maksimale për zgjedhjet e 11 majit. Kandidati i Partisë Socialiste Shkëlqim Sterka i tha se fitoria do të nisë nga Gruamira. Unë e shoh në sy tuaj se këtu do fillojë fitoria e Partisë Socialiste. Edhe me që trendi shifet se në gjithë Shqipërinë do fitojë Partia Socialiste, ne do të bëhemi gjithë bashkë edhe të japim një rezultat maksimal që ta nderojmë edhe ne si ekip t'ju përfaqësojmë me dinjitet gjithëve ju. Kryebashkiaku Tonin Marinaj teksalistoi disa për investimeve të bëra në Gruamir, tha se përfaqësimi i Malësisë së Madhe në parlament do të jetë dinjitoz. Vetëm nëpërmes kësaj linje ne mundna me përshpejtu situatën me shku drejt Bashkimit Evropian. Ta çojmë votën aty ku na ka vlerë. Jam plotësisht i bindur që vlerë ka vetëm te Edi Rama dhe te Partia Socialiste. Shkolla po ndërtohet, rrugët janë bërë, në hyrje në ujë janë bërë, por që po bëhet një projekt tamam i kohës për sa i përket ujësirësit, të dalim faqebardh në këtë betejë. Gruamira është përfshirë në një transformim gjatë viteve të fundit, ku krahas ndërhyrjeve në infrastrukturë, zona po kthehet në pritse për turistët dhe investitorët, ndaj banorët thanë se duhet votuar numri 5 për të vijuar punë të mira në këtë zonë.